Mirëmbrëma, herojnë e demokracisë shqiptare, demokratët që e mbajtën Shqipërinë gjallë dhe nuk e lanë të rrëshkasi në asnjë moment drejt diktaturës që vetëm një armik, si kryeqyriku Edi Rama donte ta vinte. Miq, kanë ngelur dhe 2 javë, por 2 javë janë sa gjithë jeta. 2 javë janë sa 4 vite që mund t'i kalojmë në dhimbjen tonë më të madhe. Janë sa 2 javë dhe baraz me 4 vite të çdo dite që do pendohemi, pse nuk bëm diçka më tepër, që të largojmë një çyryk, që na quan të gjithëve çyryk, që është në tentativën për ta bërë Shqipërinë çyryke dhe është tentativa për larguar të gjithë nga Shqipëria. Premtimi i Edi Ramës është ajo pasaportë europiane se ne do mund të udhëtojmë drejt Europës. Ne jemi në Europë. Na ka larguar 1.2 milion motra dhe vëllezër drejt Europës. A do presim na largoj dhe 2 milion tjerë drejt Europës? Jo. Edi Ramën do e largojmë drejt burgut të Durrësit. Vazhdon të thotë për fëmijët tanë që duhet kontrollojnë fotot e tij nudo. Edi Rama, nuk kanë vdekur burrat dhe nënat shqiptare që ty të lejojnë të përdhosësh fëmijët tanë. Përgjigjen do e marrësh në 11 maj dhe atë që ty të ka munguar gjithmonë që është familja, ne nuk ta japim Edi Rama. Familja është jona, fëmijët janë tanë dhe censur do kesh 100%. Nuk ka më sy për ty dhe nuk ka më t'i marrë fëmijët shqiptar penget ju bësh ti teori. Edi Rama, do që t'i marrësh gratë tona dhe t'ju bësh leksione. Nuk t'i japi më gratë tona t'ju bësh ti leksion. Morali familjes shqiptare e din vetë burrat shqiptarë se si e bëjnë dhe gratë shqiptare ndjekin vlerat e familjes. Burr që nuk njeh gruan, nëndën dhe bijën, patjetër që nuk e pranojmë. Përmende fëmijët autik. Unë jam prind, kam 2 fëmijë. Makthi më i madh që kam është i shoh deri 8-9 vjeç të shëndetshëm. Të shoh mos të ketë asnjë profil dhe spektër të autizmit. Boll na lëndove, jep dorëheqje në marrin tënde, ik në shtëpi, mbyll gojën dhe as libra mos shkruaj se s'do t'i lexoj njeri. Dhe atë që ke bërë përgjigjen patjetër do e marrësh 11 maj. Prindrit shqiptar janë më të ofenduarit se çka në gjithë Evropën prindër. Para 2 ditësh përmende paqen fiskale. Sapo pranove, biznesit shqiptar i ke bërë luftë, një luftë 12 vjeçare. Një luftë që ka bërë qindra mira bizneset të mbyllen dhe një luftë që ka bërë qindra mira sipërmarrës të bëjnë valixhet gati dhe të shkojnë përtej oqeanit apo përtej detit. Edi Rama, ne nuk bëjmë paqe, ne pranojmë vetëm kapitullimin tënd. Dhe në 11 maj ti do kapitullosh me votën vetëm për numrin 1. Vetëm numri 1 bën mundur kapitullimin e një personi që ka luftuar qytetarët e tij. Ti nuk ke më paqe me qytetarët shqiptar. Qytetarët shqiptar do jenë aty, janë në diasporë dhe janë edhe në Shqipëri dhe arma e tyre vetme, plumbi tyre i artë, plumbi tyre në pajën që do të sjellin 11 maj, është vota për numrin 1 dhe për asnjë numër tjetër. Falenderoj me gjithë zemër bashkëpunëtorët më të mirë që kam pasur dhe kam gjetur në këtë deg. Kryetarin e kësaj dege, djalin tuaj, Endrison Breçanin. Falenderoj të gjithë kryesin dhe çdo kryetar grup seksionit të degës 4, ku kam gjetur bashkimin e gjithë shqiptarisë, Tiranën, Veriun dhe Jugun. Endrisoni është djali Malsis Gjakovës, unë jam djali Skraparit. Dhe vota do i marrim. Falenderoj patjetër 2 kandidatët më të mrekullueshëm që mund kishin pasur në këtë deg, Lisander Hoxhën dhe Kreshtik Çollakun, për punën e palotshme që bëjmë për ditë derë në derë, për çdo qytetar që takojnë dhe për gjithë votat që sillin te numri 1.
Falenderojmë Rivelino Çunin, përfaqësues e komunitetit rom dhe egjiptian, për gjithë mbështetjen dhe praninë e tij dhe punën që bën. Por do falenderojmë Zotin e punës, atë që çdo premtim që ne nxjerrim dhe jemi krenar ku shkojmë te qytetari, në 12 maj e tutje do jetë realiteti ku shqiptarët do zgjohen dhe do harrojnë maksin e 12 viteve. Profesor Dr. Sali Berishën. Dhe miq, një porosit fundit kam dhe do iki. Jo nga këtu, se këtu do jem çdo ditë. Nga skena. Ne e dim se çfarë është ky regjim. Po ne duhet çdo shok, çdo shoqe, çdo kushuri, çdo komshi, socialist, ti themi, Sali Berisha duhet kryeministri gjithë shqiptarëve, nuk duhet kryeministri demokratëve. Nuk duhet kryeministri atyre që kanë vetëm 4 partije. Dhe premtimet që ne kemi duhen për gjithë shqiptarët që janë këtu, ata që do lindin dhe ata që do rikthehen. Fitore vetëm nishat.